Parkimi i autobusëve me turistë vazhdon të jetë një problem i kahmoqëm tek Xhamia e Pashës. Ndonse në të kaluarën ka pasur më pak vizitorë dhe numër më të vogël të autobusëve, që edhe si situatë menaxhohej më lehtë nga autoritetet policore, por dhe nuk krijonte kaos në trafik. Megjithatë, rritja e numrit të vizitorëve që vinë brenda ditës është e lartë dhe me këtë automatikisht është shtuar dhe numri i autobusëve. Por problem mbetet se këta autobus parkohen në rrugën kryesore, respektivisht në bulevardin e Ilindenit. Marr parasysh se ky bulevard është i stërngarkuar gjatë tërë kohës, prania e shumë autobuseve bllokon tërë këtë pjesë dhe vështirë menaxhohet nga policia. Autoritetet e Xhamisë së Pashës thonë se ky problem duhet të zgjidhet nga pushteti lokal në Tetov. Fatkeqësisht nga ky aspekt kemi mangësi shumë të mëdha, sidomos në çështjen e parkingit. Shkaku se sidomos në kohën e sezonës kur është edhe kulmi i turizmit, kemi probleme shkaku se siç thatë edhe ju, në të njëjtën moment vinë 4, 5, 6 autobus. Edhe kjo e ngarkon edhe qytetin, e pengon edhe qytetarit lëvizin rahat, mirë po edhe ne kemi probleme domethënë qarkullimit. Duke bërë edhe thirrje të merren masa nga ky aspekt për të gjetur një zgjidhje këtij problemit. Në ndërkohë, kryetari i komunës së Tetovës Bilal Kasami thotë se në këtë drejtim punohet në 2 opsione për të siguruar parkim për autobuset që vinë me turistë. Njëri opsion është pjesa tek hamami dhe opsioni tjetër është tek Spitali Klinik i Tetovës. Po është një ndër çështjet për cilën ne po punojmë, janë disa opsione për të zgjidhur çështjen e parkingut. Një ndër opsionet është tek pjesa e hamamit të vjetër që të krijon spaku 2 vend parkime për autobuset. Opsioni tjetër është që të sigurojmë në marrëveshje me Spitalin e Tetovës të sigurojmë vend parking për autobuset edhe tek parkingu i Spitalit të Tetovës. Për momentin jemi duke punuar në rehabilitimin e hapësirës tek hamami i vjetër, që të shohim sa do të na ndihmojë ajo për zgjidhjen e këtij problemi. Nëse do ketë nevojë, atëherë mund shkojmë edhe me opsionin e dytë që të sigurojmë hapësira shtesë për parkim edhe tek Spitali i Tetovës. Ndryshe kohëve të fundit, Xhamia e Pashës është bërë destinacion për shumë vizitorë të huaj, ndërsa nga ana tjetër, infrastruktura në qytet nuk është e përshtatshme për të pranuar shumë autobus që vinë nga shumë vende, të cilët interesohen për njërin nga monumentet fetare më të rralla në vend dhe jo vetëm. Vazhdimisht është apeluar që autoritetet lokale të gjejnë më shumë hapësira për parkim në këtë pjesë të qytetit të Tetovës, por deri më tani asgjë nuk ka konkrete.